Tani në një raportim të drejt për drejt me kolegen Keti Banushi, një ditë më parë, ish ministri i mjedisit Lefter Koka kërkoi lirimin nga qelia, por çfarë ka vendosur GKK? Përshëndetje Keti. Përshëndetje Nertil, në fakt zoti Koka pretendon që ka përfunduar afati 3 vjeçari masës së sigurisë së tij. Për afate bëhet fjalë për afatet e paraburgimit për inceneratorin e Fierit dhe kërkonte të lirohej nga qelia, por pasi mori kohën e mjaftueshme gjyqtari i çështjes, Erion Bani vendosi që ta rrëzoj këtë kërkesë. Nuk dihet ende arsyetimi, është një seancë që është bërë me dyert të mbyllura, por ajo që pretendonte zoti Koka dhe avokatët e mbrojtës ishin që zoti Koka e ka përfunduar afatin 3 vjeçar, pra duhet shuhet masa sigurisë për inceneratorin e Fierit. Sa i takon inceneratorit të Elbasanit, ai është dënuar me 6 vite 8 muaj burg, por pjesën e mbetur të dënimit ai e ka fituar lirim me kusht nga një vendim që është dhënë në muajin korrik nga gjykata e Durrësit. Ndërsa sa i takon inceneratorit të Tiranës, ai është dënuar me 3 vite në shkallën e parë, me gjykim të shkurtuar 2 vite dhe masa për këtë i është shuajtur që në muajin prill. Pra është një betejë që po bën zoti Koka për të fituar lirin, kjo në sajtë një vendimi që është marrë në muajin korrik nga gjykata e shkallës së parë në Durrës, i cili i ka njohur të drejtën për lirim me kusht për pjesën e mbetur të dënimit për inceneratorin e Elbasanit. Zoti Koka në fakt duhet të gjykohet aktualisht për inceneratorin e Fierit, i cili duhet të shqyrtohet sërish në gjykatën e posaçme të apelit për shkak të se gjykata e lartë e ka kthyer si çështje. Ndërkohë, Keti, prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për kryebashkiakun e Partisë Socialiste të Vaut Des, Kristian Shkreli, dhe ka çuar për gjykim. Cilat janë akuzat që rëndojnë ndaj tij? Është për korrupsion në zgjedhje, kryebashkiaku Shkreli dihet tashmë u bë objekt kontrolli në zgjedhjet e fundit dhe ati i mali është sekuestruar edhe celulari. Pak ditë më parë ai u mori pandehur, pra ndryshoi statusi i tij nga persona e hetim në person i pandehur, ndërkohë që një ditë më parë prokuroria e posaçme e ka zbritur dosjen për gjykim në gjykatën e posaçme dhe është saktuar gjyqtarja e seancës paraprake Flora Eredinaj, e cila do të vendosë nëse do të kalojë çështja për gjykim apo do të rikthehet prokurorisë së posaçme për hetimet mëtejshme.